Politika që na ka humbë s'paku një vetë. Albin Kurti me vetëvendosjen. Po dhe me thonë ti. Po, duhet të merë goditje kësaj radhe. Edhe unë besoj që do të merë goditje. Ne nuk guxojmë ta lëmë vendin në duart të pasigurta. Ne nuk do ta lëmë. Çka prodhon 28 dhjetori Remi në sytë tu? Unë besoj që ka me prodhu mundësi shumë më të mira për ndërtue qeveri efikase në tarmë. Unë besoj që nuk ka me pas mundësi që të kërkohen rrugë sikur shtetet e lindjes apo në shtetet monisit për me ndërtue mekanizma shtetëror. Qeveria do të ketë kontroll, do të ketë qeveri të koalicionit dhe unë besoj që është koha që për të ndërtue një Kosovë normale për normalizimin e shtetit dhe së drejtës. A mund të bëhet me këtë kast politik, me këtë skenë politike Kosova një vend normal? Politika që na ka humbë s'paku një vetë. Albin Kurti me vetëvendosjen. Po dhe me thonë ti. Po, duhet merë goditje kësaj radhe. Edhe unë besoj që do të merë goditje. Duhet i pamundësohet kërkesa që për çdo gjë t'i drejtojmë gjykatës kushtetuese. Ne duhet të prodhojmë politikanë normal, cilët do të punojnë drejt, mirë dhe vullnetshëm dhe në mënyrë normale për vendin e vet. Ne nuk duhet të ndërtojmë tensione, ne nuk duhet të ndërtojmë frikë, por duhet të ndërtojmë normalitet në gjithë mekanizmat institucional dhe ecjes përpara. Ndërtimi politikave që flasin për luftë, për protesta, për mundësit luftës civile, duhet përfundojnë dhe ne duhet të ndajmë. Pra, duhet me përfundu edhe polarizimin këtë shoqëri apo? Ne do të ecim vendosur në kohët që po vinë, do të ngritemi edhe nëse kemi qenë duke ikur nga politika. Do të ngritemi prapë dhe do të fitojmë mbi të keqen. Do të fitojmë mbi mundësitë e paqarta që po i ofrohen vendit. Ne nuk guxojmë ta lëmë vendin në duart të pasigurta. Ne nuk do ta lëmë.